Në momentin kur bashortit i kanë thënë që ka 1% shanse jetët, më rriti deri në atë pjesë ku i thoshin atë 30 minuta, nuk e, të më thënë, ka jetë vajza, po. Edhe u mundu me çdo gjë, dhe më thënë aty e kupton që s'ka ma vlerë asnjë gjë, nuk ka vlerë leku, nuk ka vlerë njofjet, nuk kanë asnjë gjë vlerë, sepse u pagu avioni mjekësor për me çu në Turqi, u bë çdo gjë, letra, çdo gjë gati, mjek të Tiranës shumë të gatshëm direkt. Asnjë nuk don me met ndur ty në jeta një fëmije. Edhe normalisht që ishin gatshëm me firma, me letra, me i bë gati me nis sa më shpejt, edhe i ktheshin moment fundit nuk e bë gati, domethënë ambulanca për me marr, që me çu te avioni, edhe kthete përgjigje që nuk ka shanse për me pështu, edhe nuk ja vlen për me pru deri në Turqi.